Një moment i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku Egli Tako ka ndarë me Gjesti një informacion që duket se ka marrë nga jashtë. Bëhet fjalë për një deklaratë të Rozana Radit, e cila ka thënë: "Nuk kam se të jem homofobe, kur unë rri me Gjesti." Egli tregoi këtë moment Gjesti, duke thënë se ja kishte treguar vetë Rozana. Megjithatë, e vërteta është se këto fjalë Rozana i ka thënë në praninë e lidhjes, gjatë një bisede mes tyre. Ky detaj ngre dyshimin se Egli mund të jetë ngatëruar, duke menduar se i ka dëgjuar këtë deklaratë kur ishte brenda shtëpisë dhe jo jashtë saj. Ky veprim mund ta vendos Eglin në një pozitë të rrezikshme, pasi rregullat e Big Brother VIP janë strikte në lidhje me sjelljen e informacionit nga jashtë. Por që pas hyrjes në Big Brother VIP Albania, Egli po konsiderohej si lojtarja e produksionit, të cilës janë dhënë informacione që të sulmojë Rozanën dhe Gjestin, dhe sidomos Gjestin, madje para se të rihynte në Big Brother VIP, asaj ju servirën disa video e deklaratat e Gjestit, të cilat nuk u pritën asnjë mirë për saj, dhe kjo u duk në momentin e rihyrjes dhe nuk u takua me Gjestin. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.